Tani si që keni gju, u zyrtarizu blerja e Dashit Peshinit nga Edi Rama. Unë taka me foli qik ma shumë se tjerë për këtë punë se kam qenë nga të parët që kam kuptu Dashin më mirë se të gjithë, pra që s'ka qenë demokrata si dite. Vetëm ka përfitu nga Partia Demokratike dhe në momentin e parë që u vunë sprov, jam bathi. Ky nuk është vetëm problemi i Dashit, është edhe problemi i vetë Partisë Demokratike, i Berishës, se nuk është vetëm Dashi që ka ikë, ka shumë deshër që i ikin nga Partia Demokratike, pasi marrin pushtet, përfitojnë para, ngrejnë biznese, bëhen milionera, edhe një ditë bukur, pam, nuk pyesin as për parti, as për gjë, ikin te Edi Rama ose hapin partit vetëm. Dashi, tani dim ke Dashi, karakterin Dashi. Dashi u dallu që kur shkonte te burgu i Fierit, edhe thoshte atje gjeta Ervin Salianin duke lexuar libra filozofie, çfarë bënte, lexonte literaturë, thoshte filozofie, kështu do t'i zinte vendin për drejtues politik qarku të Elbasanit. Momenti që su bë, që s'ja pranoi Berisha, hiku Kneto që shkonte ke tiku edhe te ky Endri Shabani, su bë as ajo, edhe vajta atje ku duhej të shkonte. Po si është e mundur, për shembull, vetë PD-ja du të bëjnë analizore, si është e mundur gjithë njerëzit, bëj deputet, shit rrugës PD-n, bëj ministra, shit rrugës, se ka dhe i gjë tjetër, do ku i keni ministrat e PD-s që kanë përfituar më shumë sot nga të gjithë. Ku është Gens Ruli? Ku është Ridvan Bode? Ku është Emin Gjana? Kush janë tjetër? Luli s'po e përmenim se e dim ku është. Pra nuk, do thonë si është e mundur që gjithë këta njerëz e shesin këtë parti. Pra ka i problem këtu në rekrutimin, ka i problem në dhënien e pushtetit ku t'ja jep PD-ja. Ndërsa vim ke aspekti tjetër, Rama është i pa skrupull. Rama nuk pyet, nuk do ideologji Rama. Do thonë me Ramën mund t'jesh edhe komunist, shko punon nëse bë çfarë thot ai. Mund t'jesh fashist, bën hajër me Ramën. Mund t'jesh socialist, socialdemokrat, çfarë dush ti, demokrat. Pa parti fare, me Ramën bëhet hajër, sepse Rama nuk ka as ideologji, as gjë, vetëm ideologjia e Ramës është vjedhja, përvetësimi, shitja e pasurive të shqiptarëve edhe propaganda. Për Dashin ka dhe aspekt tjetër, mediat, shifeni tani si funksionon, mediat e rilindjes, që i dhanë zë, e nxirrin natë për natë si opinionist e Dashi shante PD-n, shante Berishën, Pra shife si funksionon, çdo njeri që del në banaqet televizive, edhe bosi demokrati i ndinjum, bosi demokrati i mërzit, nuk ka hallin e PD-s fare, është aty, se aty e nxjerr pushteti, ose ka dalë në tregun e gjës gjallë. Do thonë se në një farë forme banaqet televizive të darkës kryesisht funksionojnë si tregu i gjës gjallë. Ja doli ajo Jonita për shembull te Çimi, bam një 5-6 muaj te Çimi, po pe mori Rama e bëri atë. Ka ngel dhe ky tjetri aty që është Janri Balas, pa e merr njëri atë më duket. Kështu janë, sa tjerë dalin ke Ylli, sa tjerë dalin ke Fevziu, e ke Grida, ku do në gjithë me radhë, dhe hën pjesa më e madhe e njerëzve që dalin televizion përveç se marrin pagesat, po, ka analistë shumë të mirë që dalin, marrin honorarin e gjës edhe thonë mendimet e veta, është Bushati, është Shkullaku, ku diun, ka, do hën edhe analistë pavarur, pra nuk po i përgjithsoj. Po them për këto karremat që ja shesin publikut si të pavarur. Qa do bëjnë Dashi, kërë inspektori për gjasi gjë? Dashi po t'kishte moral, se Dashi ka aq para, ka biznes, pra nuk është keq për rrogë. Dashi nuk ka ikë për një rrogë, që ta kuptoj njerëzit. Dashi ka ikë se ashtu e ka karakterin, se Dashi ka biznes, Dashi ka zyrë avokatie, kujtun ka me qa mahet. Nuk është fukara Dashi. Dashi ka ikë ashtu se ashtu ka karakterin Dashi, ashtu mund të bënte Dashi, nuk mund të bënte ndryshe Dashi. Kjo është Shqipëria, për këtë gjë du t'i vjen gishtin kokës Partia Demokratike, du t'i vjen gishtin kokës edhe idiotët që mashtrohen me njerëz të shitur, me njerëz të
pa besë, me njerëz të pa dinjitet natë për natë nëpër banaqet televizive të Tiranës. Hajde mirupafshim tash.